Elhamdulillahi wa kafa, wa salatu wa salamu ala nabiyina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Thumma amma ba'd. Allahun azza wa jalla falënderojm, kurse salavatet dhe selamat Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ja dërgojm. Të nderuar, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jemi në ligjëratën e fundit të kësaj sezone nga tema e tefsirit, që kemi traditë dhe zakon për çdo të mërkure të i mbajmë tek xhamia Isabe. Nëse se ka bëj, është ligjëratë dhe komenti i Kur'anit që vazhdon të komentohet në këtë xhami mbi 12 vite. Ndoshta këto studios e dinë më mirë. E lutim Allahun që Allahu të ne mundëson deri diku të arrim, edhe pse na për 12 vite jemi të suraja Ali Imran, ajeti numër 79 edhe 80 sot. Pra kemi shpjeguar surën Bekara, kemi shpjeguar xhuzin Tebarak edhe xhuzin Amma. E kemi kryer ato dy xhuze, pastaj kemi filluar me surën Tebarak edhe surën Ali Imran. E të Ali Imran sot jemi ajeti numër 79. E vitet shkojnë, ajo që na mbetet janë vetëm punte mira. Edhe veçanti këto kopshtet e dijes, të ilmit, e që lusim Allahun, Allahu të na e pranon çdo frymëmarrje dhe hap që e kemi bë, me niyet për të ngrit dhe për të vetëdijsuar me vetdije fetare. Ky ajet kuranor pati arsyeën dhe shkakun e vet që Allahu Azza wa Jall e shpalli këtë ajet kuranor. Nga bisedën që zhvillon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me delegacionin e Nejranit, madje edhe me një grup të priftërve që ishin në Medine dhe rabineve që ishin nga lloji dhe nga mesi i jehudive, nga mesi i fisit Benu Nadhir, Benu Kainuka, që gravitonin dhe jetonin në Medinë dhe rrethin, Beni Kurejda, tre fise. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ata ja bën një pyetje nga e cila pyetje rënqethet qedhi Allahu te bareke ve taala, e që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e reagon në formë të prerë dhe decide se kjo që e thonë ata është jashtë çdo logjike dhe sensi normal dhe i shëndosh të një njeriut. I thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, vallte o Muhammed, mos po do të më na thirr neve me këtë thirrjen tonë që na ty me të besu, që na ty me të ardhë mbrapa, e që na në fund edhe ty me të adhurum. Subhanallah. I thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, mos i të dashti albete me pretendu dhe neve me na bindë se ti e Zot, të cilën na duhet me adhurum. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha me adha Allah, Zotin na ruajt nga kjo që e thoni. Wallahi, askant se kemi thirrë dhe nuk na takon të thirrim që të adhuron diko tjetër, e aq më pak dikan e thrasim që neve të na adhuron. Shifeni çfarë arrogancë në pyetje, çfarë guximi që me randu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, që me iritu atë natyrshmëritë ati të pastra, atë mendje të qetë, me kësi pyetjesh, nga cilët pyetje rënqethet edhe qielli. S'po do në thanë ti me na bind neve në ty me të adhuru. Trego. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, aty për aty, ju përgjigjet dhe thot me adhe Allah, Zot në ru, së më takon mua dhe nuk mund t'ja lej vetë vetës unë
që ta thras dikant në adhurimin tim, që të më adhuron mua. Dhe Allahu Azza wa Jall shpall ajete kuranore mbi 7 kat qej për ta demasku këtë tregim dhe këtë ndodhi që të mbetet e regjistruar deri në ditën e gjykimit se pjesë përbërëse e besimit të ehli kitabëve është edhe fakti që ata adhurojnë njëri tjetrin. Është fakti dhe realiteti se ata e adhurojnë njëri tjetrin. E që prisit dhe udhëhecit e tyre thrasin në adhurimin e tyre. Andaj, deri më ditën e sotit, dihet fort mirë se ata adhurojnë pejgamberin e tyre. Dhe se dy palët nga ehli kitabët i përshkruajnë Allahut fëmijë. Wa qalet al-yahudu Uzair ibn Allah. Dhe thanë jehudit Uzairi i biri i Zotit. Wa qalet an-nasara Isa ibn Maryam. Wa qalet an-nasara dhe thanë krishterët Isa i biri i Zotit. E akuzuan dhe shpifën në raport me Allahun te bareke ve teala sa e ka fëmijë. Dhe nga bestitutnit dhe besimet e tyre të kota është pikërisht adhurimi i njerëzve të devotshëm nga mesi i tyre, madje edhe prithërive të tyre, saqë i shenjtërojnë ata e më pas i vizatojnë, e më pas po të njëjtat statuja apo piktura apo fotografi dhe vizatime që i kanë në për faltoret e tyre apo në për kishat e tyre apo sinagogat e tyre, po të njëjtat edhe i adhurojnë. E i thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, mos i të dashte ti diçka kështu neve me na thirr për me pas ta malet me besu dhe pasu Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sepse kjo më ishte me një farforme sipas bindjes tyre, ishte vazhdojshmëri e atij besimit të kotë që e kishin edhe para se të vijë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj Allahu azza jall bi shtat ka qej shpall përgjigjen dhe thot Allahu te bareke ve teala ma kana li basharin e yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal-hukma wan-nubuwata thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbaniyin. Thot Allahu azza jall si takon një krijese, një robit të Allahut që Allahu e ka kriju dhe ka falë, që ati Allahu t'i dhuron, t'i jep, t'ja mundëson, t'ja shpall librin, pastaj t'ja jep edhe gjykimin mes njerëzve, se gjithë pejgamberët realisht edhe kanë gjykuar mes njerëzve me librin Allahut azza wa jall. Allah s'pare atyre ka dërguar shpallje dhe kjo shpallje ata i ka bërë referencë tek njerëzit. Dhe ky mbetet suneti i njerëzimit deri në ditën e gjykimit. Secili që ka hise nga shpallja e Allahut te bareke ve teala, njerëzit i referohen atij që ai të gjykon mesin e tyre. Pse besimtarët marrin dije nga hoxhallarët, se janë trashëgimtarët e pejgamberëve. Të cilët pejgamber trashëgimi s'kan lënë as dinar as dirhem, trashëgimi kanë lënë dijen e dobishme. E djetarët që e kanë marrë këtë trashëgimi, pra këtë dije, mbeten referenca e popullit në gjykimet e tyre që kanë nevojë ata për përditshmëritë që i jetojnë. Andaj njerëzit i referohen hoxhallarëve se kanë hise nga dija e librit që e kanë trashëguar, e Kur'anit që e kanë trashëguar nga pejgamberët e Allahut azza wa jalla. Konkretisht nga pejgamberi i fundit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E Allahu zot thot wal hukma. Në këtyre pejgamberëve kemi dhënë edhe gjykimin mes njerëzve. Si takon këtyre ta bëjnë një gjë të tillë. E pastaj tu thonë njerëzve thumma yaqulu lin-nas kunu ibadan li. E pastaj tu thonë njerëzve bëhuni robërit e mi. Ku ka logjik kjo? Ku ndodh kjo? S'ka po vaki kjo. Nuk ka pejgamber mbi rruzullin toksor që ndonjëri ka thonë ummetit të vet apo popullit të vet më adhuroni mua apo bëhuni robërit e mi. Jo, asesi.
Walakin, por se gjithë kanë thonë kunu rabbanijin. Bëhuni rabbanijin. Rabbanijin, Rabbani është ngredh nga fjala terbije, edukat, që do të thotë bëhuni nga ata që me edukat dhe bindje adhurojnë Allahun azza wa jall, devotshmëri dhe përkulje të plot i nështron dhe adhurojnë Allahun te bareke ve taala. Andaj i thot ulema rabbani, dietarët që kanë dije, kanë devotshmëri, kanë edhe edep. Këto janë ulema rabbani, dietarë që janë referenca e popullit dhe referenca e njerëzve. Allahu azza wa jall thot, dhe dëshmon Allahu te bareke ve taala se njerëzit që Allahu azza wa jall i ka bekatuar me shpalljen e librit dhe me gjykimin mes njerëzve, asnjëri prej tyre s'ka thonë e janë dhe bëhuni robërit e mi, por se gjithë kanë thonë, o ju njerëz, bëhuni robërt sinqert të Allahut te bareke ve taala. Bima kuntum tuallimuna al-kitabe wa bima kuntum tadrusun. Si pasojë e asaj që ju e keni mësu dhe u a keni mësu të tjerëve librin, Kur'anin, wa bima kuntum tadrusun, edhe nga ajo që vetë ju e keni mësu. Edhe u a keni mësu të tjerëve, edhe ju vetë keni mësu. Ta bën me dije se njerëzit që kanë mësuar nga ky libër është ajo që është e vërtetë dhe e dashur dhe pranuar tek Allahu azza wa jall. Dhe që të gjithë që kanë përcjell dijen e këtij librit, kanë dëshmuar se dija e këtij librit të shenjtë thret në adhurimin e Allahut te bareke ve taala si një të vetmin dhe asesi atimi përshkujt shok dhe se njerëzimin me thirr në sajet e atij besimi që ata të bën që të gjithë robërt e Allahut te bareke ve taala asesi të bën robërt e robërve. Andaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur ka ardhur në fillimin e shpalljes i ka thonë njerëzve ji'tukum li ukhrijakum min ibadati al-ibadi ila ibadati rabbil ibadi. Ka marrë juve që t'ju shpëtoj dhe t'ju nxjerrin nga adhurimi i njerëzve në adhurimin e krijuesit të njerëzve. Me dy llafe ka tregu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kornizën e misionit të tij. Ju ka bërë me dije njerëzve se misioni im është ky. T'ju shpëtoj nga ky realitet i keq që ju adhuroni njëri tjetrin duke ju udhëzu që të adhuroni Allahun, i cili është krijuesi i gjithë robërve dhe krijesave që janë mbi luzurin toksor. Wala ya'murukum an tattakhidhu al-mala'ikata wan-nabiyina arbaba. Thot pikërisht ky pejgamber nuk ju urdhëron juve që ju këto melaqe dhe këto pejgamber ti përzgjedhni për Zot tuaj. Sikur se kanë përzgjedh për Zot të vetin Isa alayhis salam. E që dilema dhe konfuzioni mbetet se cili është Zot në trinitetin e tyre. A është Zot Allahu azza wa jall, a është Zot Isa alayhis salam, a është Zot Shpirti i Shenjtë që kanë për qëllim Xhibrilin alayhis salam. Cili është Zot? E konfuzioni mbetet deri në ditën e sotme që njëshja o tresh, treshja o njësh. Që në logjik, madje edhe në besim, nuk kalon asese. E ky konfuzion vazhdon t'i lodh ata si besimtar të këtij besimi. E që lusim Allahun, Allahu t'i udhëzon në besimin e vërtet. Amin ya rabbel alamin. E thot Allahu azza wa jall, ky pejgamber dhe gjithë pejgamberët tjerë dhe gjitha librat e shenjta ju ndalojnë juve që t'i adhuroni melaqet dhe pejgamberët. Dhe se pikërisht misioni këtyre melaqeve dhe këtyre pejgamberëve ka qenë që juve të udhëzon në besimin e vërtet që ju të bëheni robërt sinqert të Allahut te bareke ve taala dhe asesi të adhuroni dikë tjetër pas Allahut azza wa jall. E ya'murukum bil kufri ba'da idh antum muslimun.
Thot, si ka mundësi që juve të thret në kufër dhe mos besim, pasi që ju ishit besimtar të dorëzuar të nënshtruar në besimin e pastër të Allahut te bareke ve teala. Kjo është ajeti numër 80 nga surja Ali Imran, që na sot do ta lëm këtu, edhe kur inshallah mas Ramazanit kemi ymër dhe shëndet të jetën ders që na më vazhdon ditën e mërkur nga ajeti numër 80 deri te tutje. Sot vëlla jon Sadiu ka përgatit një darkë të mirë, të bujshme, modeste për gjithë vëllezërit që janë munduar me qenë pjesë përbërëse e këtij mexhlisi, dikush më shumë, dikush më pak, Zoti që të gjithë i shpërblef me të mirat e tij të panumërta. E lusë Allahun që Allahu t'ja ruan e vlat vëllau ton Sadiut, nuk jam të e pas Sadiun askënd. Sadi. E t'ja shton pasurinë e begatin, kjo ftesë është e hapën për gjithë ju. Nikosisht do t'i përkujtoj edhe këshillin e xhamisë. Aty kemi dy bijat tona që s'mungojnë kur në ders, edhe atyve lart t'ju çoni nga një porcion me ushqim që kemi përgatitur edhe për neve. Zoti ju shpërblet dhe ju nderoft, shtash do dalim inshallah nga ana tjetër. Walhamdulillah.